Besoj dhe ti si shumë të tjerë ke parë videot e kinezëve në TikTok që reklamojnë produktet e markave sikur prodhohen të gjitha në Kinë. This Birkin bag at Hermes Boutique will cost you $38,000 USD. What is the real cost out of the factory? Por, duhet kuptosh që kjo është një çështje politike dhe jo mode. Deri në vitin 2010, Kina nuk kishte asnjë lloj kontrolli dhe kriteri për prodhimin dhe shitjen e produkteve fake. Pasi perëndimi i vendosi embargo, shteti kinez u detyrua të ndalonte prodhimin dhe shitjen e këtyre produkteve të palishme. Pra, duhet të kuptojmë që Kina ka hyrë në një luftë ekonomike me perëndimin. Prandaj, papritur, të gjithë këta kinezë po dalin si kërputat pas shiu duke deklaruar se prodhojnë për markat që kanë një histori pas tyre dhe kontrollojnë një treg biliona dollarë. Pra, mos i beso të gjithave çfarë dëgjon online, sepse nesër mund të dalë një shtet tjetër që deklaron të njëjtën gjë. Por sa e vërtetë është kjo? Ju përshëndes miq.